Kush do mbetet pa ngrënë sot në shtëpinë ime? Burri dihet ju do mbetet pa ngrënë se nuk I ha thjerrzat, djali do t'i hajë, se ka mama mua, edhe nuk është opsion që të rriten fëmijët edhe të mos I provojnë të gjitha gatimet. Okej, me pahir nuk do të hajë me zor, por duhet t'i provoj një herë. Djali im është që kalon në faza, do me thënë kur ka qenë më I vogël I pëlqeni shumë thjerrzat. Tani që është rritur pak, ka raste, ka ditë që mund t'i pëlqejnë dhe ka ditë që do thoj nuk I ha dhe pik mbaroj muhabeti. Nuk e detyroj, por shumë herë I them që provoj gjëllën, nëse s'të pëlqen, okej, pastaja. Po zakonisht kur thot që nuk dua, pastaj që e provon I pëlqen. Siç mund të shikoni, unë u androva ujin e parë, pastaj u hodha brenda karota qepë, nga këto gjethe dafine, pak krip, pak vaj, ulliri, nga të gjitha do me thënë brenda siç e patë, siç I bëj unë thjerrzat. Herë të tjera mund t'i bëj edhe me patate, u hedh edhe patate kësaj radhe nuk u hodha vetëm karotë, edhe salcë domate. I pat në video të gjitha derisa po sqaroja se si funksionon puna me djalin im, I pat të gjitha se çfarë I hodha. Nga lart pak vaj ulliri, unë I ha me uthull thjerrzat edhe më pëlqejnë shumë. Kjo është e pjata ime, ndaj edhe djali nuk I ha me uthull, edhe dolën fantastike o njerëz, ç'tu them.